Pas videos virale ku Jozi I kërkonte stresit një puthje e interpretuar nga shumë si një urdhër dhe jo si një gjest miqësor, ka ardhur reagimi I parë nga artisti. Pamjet bën xhiron e rrjeteve sociale duke ndezur debatet dhe ironit, ndërsa memet shpërthyen në çdo platformë. Fillimisht Stresi deklaroi se marrëdhënia mes tyre ishte e mirë dhe se madje po planifikonin një bashkëpunim muzikor, por Jozi e ka mohuar këtë version duke dhënë një përgjigje më të ftohtë. Djali është artist, është djalë I mirë, patjetër si çdo njeri gabon, por nuk është mirë të gabosh me mua. Në vijim ai shtoi se nuk kishte asnjë qëllim të dëmtonte askënd, por se nuk harron sjelljet e njerëzve. Unë nuk kam kur qëllim të arrij diçka duke hedhur balt mbi imazhin tënd. Unë jam një njeri që nuk I harroj gjërat, qofshin të mira, qofshin të këqija. Jozi përgënjeshtroi çdo aludim për një bashkëpunim muzikor me Stresin dhe lëshoi një paralajmërim për disa artistë të tjerë që sipas tij janë pseudo artistë, secili që ka marrë guximin të luajë me imazhin e vet, herët avon me dënimin do përballet. Në fund ai shmangut I përgjigjej drejt për drejt pyetjes nëse e konsideron Stresin mik, duke lënë të kuptojë se raportet mes tyre janë ftohur.